Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Urdhroni. Po, do të flasnja me protestën e studentëve. Po? Tani për mendimin tim, ata studentët duhet të fillojnë mësimin një radhë parë. Po? Qeveria duhet të shikojnë edhe Ministri i Arsimit, ta nisi që nga mësuesët e fshatrave një radhë parë. Se që këtu fillon ai problemi. Më dëgjon? Jo dëgjoj, flisni. Duhet të kalojnë jo në sit mësuese pedagogë, por se ka dhe sita të rrallta, por në skaner. Mësuesët kanë zënë ata të me partaj gjysma të vendeve të punës. Dhe unë i thonë kryeministrit dhe ministres së Arsimit, një mendim kam që mësuesët që kanë një vit e dy që dalin pension të ndjerin asistencë, këta me partaj ti heqi fare nga puna, se nuk japin atë që meritojnë, dhe të vojnë një këtë armatën e rej që ka dje me vajza shumë të mira. Qartë, shesimi juaj. Sepse ka shumë nxënës, sidomos nga fshatrat, që vinë aty në Universitetin e Tiranës, fillojnë një kurs privat, se nuk kanë njohuri këta mësuesët që japin mësim këtu, se nga fshatrat po flasim. Qartë, unë ju falenderoj që sillni këto mendimet tuaja, kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit ton, në hapësirën dedikuar të rësisht zërit të qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Bashkim, edhe të falenderoj për misionin tuaj sinqerisht. Urdhroni. Po, nëse ke durimin më ndiq me vëmendje. Po, urdhroni, flisni. Tani këtu flitet për korrupsion, krime, gjithë ka lloj kësaj natyre, ke parasysh. Mirë, po janë dy dëshmitar që vërtetojnë këtë. Po. Dëshmitarët janë dy veshi dhe syri. Për sa i përket korrupsionit, vjedhjeve domethënë, mua më ka dëgjuar veshi, po me sy nuk kam parë. Unë kam parë, janë dy argumente kryesore për mua edhe kjo mjafton. Po? Që do të thotë? Flisni. Kriminalizimi i kriminalit në parlament e dytë dhe karabizimi në Shqipërinë. Tani karabizimi ka ekzistuar edhe përpara, po që e kam parë dhe e kam vërtetuar me vesh dhe me sy, janë këto kohët e fundit. Domethënë, kriminal në parlament edhe karabizimi në Shqipërinë. To që i kam parë dhe kam dëgjuar. Tani tu për fund kryesor nuk do merr me Edi Ramën. Tu fund kryesor ka presidenti i Republikës. Ilir Meta kur ishte kryetari i Partisë Socialiste për Integrim, kur bëri marrëveshjen 2013, edhe thelloi më fund, e thelloi edhe më tepër, kur nuk të heqë ministrat e tij, ajo ishte kryesorja që ky bandit ose ky gogol i të kërë shqiptare nuk do ishte ban pushtet, Edi Rama. Edhe këtu ja ngarkoi për përgjegjësi e Ilir Metës. Edhe e fundit. Jem njësi administrative Kalis, ku në këto momente ndodhin të bllokuar fshatrat. Po duhet jemi koshient dhe ndërgjegjshëm, racional, të përgjegjshëm. Rruga kryesore në fakt është hapur. Domethënë që lidh Bushtric Kalis, ose Kuks Bushtric Kalis, e hapur. Mirë nga erat e forta. Erat e forta është bllokuar prapse prap. Mirë po, prapse prap të fshatrave të bllokuara. Tani ne jemi një bashki me varfra e Shqipërisë. Ti më realist për këtë. Unë nuk duhet ngarkoj, nuk duhet transportikisht. Qartë. Po çdo njeri duhet bëj punën e tij. Bashkia e Kukës ndoshta nuk ka mundësi që të përballojë të gjitha problematikave që ne kemi sot. Domethënë rrugët e bllokuara nuk janë të lidhur me fshatrat, se ne jemi të shpërndar, sepse janë shpërgulur, domethënë janë shpërgulur pjesa dërmuese, 1/6 është shpërgulur. 6 pjesë janë shpërgulur, 1 pjesë janë ngel. Nga kjo pjesë tani nuk kemi mundësi edhe me krah dhe me këmbë që ta përshkojmë gjithë këto lidhje e të dalëm rrugë kryesore që të transportojmë smurë kryesorja. Por tani me këtë nuk do të ndërkoj veç të Bashkinë. Sepse jemi mund të jetë pa mundur Bashkia që ta bëj këtë lidhje, sepse e hapë dhe e blokon rrugë kryesore. Tani unë bëj thirrje ato bizneseve që kanë fuqinë, që ka ndonjë biznes që ka fuqinë e tij, që mos ta lë mas dore, po të bëj sa do pak
sa do pa çështjen humanitare ta ketë të lulëzoj, sepse çështja humanitare mund të lulëzoj edhe tek unë. I thjesht që nuk ka mundësi, kurse të një biznesmen i fuqishëm do të jenë trëndafil i madh që të ketë humanizmi, shpirtin e humanizmit që ne të na ndihmoj, zoti Baskin. A më kupton një ide? Kjo ishte gjitha ajo që e problematika jonë, falenderoj për këtë. Faleminderit për kohën që më dha. Faleminderit, vazhdojmë të shfrytëzojmë minutat që kemi për problematikat e jetës qytetare. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Urdhroni zonjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një herë. Alo. Flisni pra zonjë. Mirëmëngjes, motra. Po dëgjuat vete në televizor do ngatrohemi, do themi vetëm mirëmëngjes një 5-6 herë. Flasim me zotin Bashkim. Po pra urdhroni, flisni. Zoti Bashkim. Po. Jam një familje alla na kallni, luzim alla na kallni, vogël i tjeri. Po. Jetojnë katastrofë madhe, 12 vjet pa drita, pa bukë, unë s'kam bukë t'i japë fëmijëve sot, ju besoni o zot. Kush më dëgjon, to biznesmen, dorë sëmë, unë nuk kam 3 ditë që që kalamaj në shkollë, se një bjetë pikë në shkollë për bukë. Ku do vete, jam nëna 3 fëmijëve, pa punë, ku do vete. Një lotë, po patën mundë që më bini një kasetat, më shikoj gjendje në duja. Mua mi hapë një gjakin këtu, një mangat të bje që u të bremë shpinë. Qartë, nuk ka fjalë pas dëshpërimit të kësaj nëne që e fillon ditën me lotë nga që nuk di se si të siguroj një ditë normale fëmijëve të saj. Është një dëshmi e varfërisë, është një dëshmi e problemeve tepër të rënda me të cilat të ndeshen mjaft qytetar në fillimin e një dite të re. Por në të njëjtën kohë është dhe një dëshmi e mungesës së kujdesit për këto kategori sociale, për programeve të qarta për të zhdukur varfërinë, dhe në të njëjtën kohë është dhe një apel për një solidaritet njerëzor. Unë ftoj të gjithë biznesmenët, të gjithë ata që mund të kontribuojnë në mënyrë që të lotët e kësaj nëne të thahen sa më shpejt. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Në bashkë Berës, më. Po bashkë po flasim, urdhroni. Unë du të bëj një denancim gjere për shtetin. Po? Shteti, neve jemi disa përmerë që shesin doanë. Po? Kur shteti i merë 20% asë firmës, kurse neve kishe për të dhanë 20%, da ka ullur me ka su 6%. Shtetin 20% që nuk në jetë tamam. Kur në i kohë që i firmës ja merë lekët, neve së në paguan. Shteti. Pra nuk e ndjeni dorën e shtetit në nxitjen e prodhimit tuaj. Po. Dhe në shpërblimin që duhet merrni për prodhimin tuaj. Nga shtetë, 20%, nga ka su 6%. Ka to 14%, kus da hajnë të një? Qartë, edhe problemi që sillni ju këtu janë probleme nga më të ndryshme që vinë me zërin qytetar në emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Baskim, mirëmëngjes, Baskim. Mirëmëngjes, flisni, ju lutem. Mirëmëngjes. Baskim, desa të frasë qikë për Balilin. Po sikur të sot si tem të ditës ne të bëjmë ato lotët e nënës që nga varfëria. Balili nuk ka faj, Baskim. Faj është i Lirmetës, se i Lirmeta e sëroj, për Santa Kurantën është i Lirmetës, po përkuria më smerë me Balili. Zotri. Smerë me i Lirmetën dhe me lullëzim bashkë, me ato kullet atyre. Tani e prisha dhe fjallorin, po dëgjoj, po të them një gjë. Zotri, më dëgjoj pra, më dëgjoj një qik. Më dëgjoj. Urdo. Të flas dhe unë, apo jo? Po. Nuk i bëri fare për shtypje lotët e asaj nëne që s'kishte... Ka lotës nëne. Ajo s'ka aputak o Baskim, jo lotës. Si? Demonikës. Një pasim. Nuk e kuptoj këtë lloj egërsie dhe ashpërsie. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Flisni, ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Desha të flas me Bashkimin. Po bashkë po flasim, urdhroni. Jam një zonë nga Tërpoja. Po vetëm ngrini pak zërin që t'ju dëgjoj mirë, se ikën dhe vjen zëri juaj. Jam një zonë nga Tërpoja. Nga Tropoja, po? Po,
Desha të flas pak për shkollën këtu, shkollën Bajramësor Ali Podrimi. Ju lutem mbani mirë telefonin se ikën dhe vjen zëri juaj. Desha të flas për shkollën këtu në Bajramësor Ali Podrimi, shkollën 9-vjeçare. Po, flisni. Kemi nxënësit në këtë shkollë, nuk kanë me çfarë të ngrohen. E kanë bërë shkollën me kaldajat nuk i ndezin dot. Kanë nga një reflektor këtu, reflektora u shprish këtë linja e shkollës. Gjithë nxënësit mbaruan, i çojmë mësim 30 minuta mësim u bëjnë, ju futin provime, i lëshojnë i vinë në shtëpi, aman nuk e dim se të bëjmë dot këto. Dhe kjo shkollë është në qendër të Tropojës. Në qendër qytetit këtu, si ngrihet shkolla në qendër qytetit pa sistem groje, pa dru zjarre, jemi në Tropojë, jemi në Verinë e këtu nuk hiqet burat për 30-60 ditë. Ja dhe një problem tjetër që vjen këtu nga jeta jone e përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Do flisni apo jo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes pra, urdhroni. Mirëmëngjes. Po e dëgjuam pra, mirëmëngjes, flisni. Presim dikë tjetër atëre. Urdhroni, mirëmëngjes. O bashkim, Po, përshëndes bashkim Hoxha. urdhroni, flisni ju lutem. Ore këtu në rrethin e Krujs, Po, gjykata ka e prokurim Matrapas, a ka e prokuri këtu në rreth Krujs? pse mendoni që nuk ka? Kam quj qështje për punë pronash, Po, kam denoncuar apo të rëgët tamam, se ky vllajm është me ligjin 7501, na e ka datë tokat baba, e ka tokë të vjetës që në kohën e mbretënis, po, e në të reformës 26. A ka përgëri në ka dhënu 10 dëllim tokë 1 hektar, e në po dhënën prep që është në përkesisor, a ka përgëri këtë vend, se di se këtë vend ka maru për përgëror, se për gjukatat, rrofin gjukatat që kanë shpëtu, me këtë loj severiet, me këtë loj korupcioni pislëku që spet kush, sekretar bashkije skena, deputet skena të ardhur nga bind, janë të. A ka përgëri në rreth Krujt, se përgëri ka pa nuk duhen me hetu. po, pse nuk duhet Por ka të? qeshtë këtore që po ju denën se ke jo. Po, Se qartë. po ka do të bëjnë vetë gjyqësire, se më ka thënë baba im atë pronë, Ja, pronë babit. me vetë gjyqësi, nuk e besoj se është zgjidhja, apo A jo? të po shtet me herë ky vend. Qartë dhe indinjata e qytetarit i cili nuk gjen veprimet e prokurorisë dhe pastaj thotë që vjen rradha e vetë gjyqësisë, një gjë që sigurisht nuk është mirë të ndodhi, por e gjitha kjo vjen thotë qytetari nga që prokuroria nuk vepron. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Urdhroni, lutem. mirëmëngjes, Mirëmëngjes, pra flisni. të uroj shëndet të plot edhe për ti të dëgjoj. Urdhroni. Dhe të bëj një pyetje qeverisë. Po, A i vjen keq për këto njerëz që vritin si kur janë pula dhe atyre pulave, të vjen keq se thua se hëngre po ma vranë. Edhe një gjë tjetër, Po. do të shesin telekomin Bullgarisë. Nuk është mirë të shitet gjithë Shqipëria, të gjithë plaka e të rinjë. Çfarë bëhet kështu? Jam 70-8 vjeçe. po, Nuk ti të flasë për zogut, po edhe për qeverinë e parë, nuk shiti. Këto gjëra ka gabimet e saja, qeveria e parë. Po edhe këto çfarë bëjnë mërë? Bëjnë vetëm pallate, pushin xhepte në miliona, dhe njerëzit ikën rrugës dhe flasin me veten e tyre, nuk kanë bukë të anë. I shikon njeri këto gjëra, i lishuan armët, që të vrasin taka pa kuptuar. Më falë që po flasë kështu, se më vjen keq, kam qenë imigrane 27 vjetë, u ktheva këtu edhe po të shmëndem, se t'i gjoj për dit, u e vran tjetër djali rinë mes të klubi, mund të ketë fajet e tyre, po nuk vritet për një faj. qartë. Më falë që po flasë kështu, i të ndërësuar se më vjen keq, se jam nën, po si kur t'i vritet Sali Berishës që lëshoj armët djali, si i vjen, nipi, mbesa, ose Edi Ramos e tyre. Këtu të vi një qeveri, të vi një kokë tjetër, të bëj zap rrugë të Shqipërisë. Qartë. Mos ma merë për keq,
se nuk di shumë nga politika të flas. Jo, ju thoni mendimin është siç e keni dhe unë ju falenderoj për këtë gjë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e kaloni? Bashkë më hodën do më flasë. Po, bashkë po flasim, urdhroni, zotëri. Doja të diskutoja Po? më tepër për problemin e këtij arrestimit të Klement Balilit. Po? Më duket sepse ai Santa Goranda bëri më shumë xheloz grekët e Korfuzit që nuk po shkonin me kërcera atij se sa edhe Klement Balilin Escobar. Pra ju duket e egzageruar kjo emërtim? Jo më duket e egzageruar, po super egzageruar. Dhe që bëron nga Sepse xhelozia. si nga një kërcer çdo tete në Sarand, sot nuk shoh më as i kërcer në Sarand. Po, kaq kishit. kupton? Po, e qartë. Edhe tash nuk po shoh më as i kërcer, dhe bilës Korfuz me një herë mas dalë semrit Escobar të Balilit, u ngritën 2 hotele shumë të fuqishme, u ndërtuan shteti grek ndërhyrë dhe ngritën 2 hotele tepër të fuqishme. Po, kështu e këndvështroni këtë çështje? Po, unë kështu e këndvështroj sepse shoh gjendje, sepse unë tepër jetoj në Korfuz sa në Sarand. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu të që mendoni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, ngrini zërin zonjë, ju dëgjoj dobët. Desha të flas për arrestimin e Klement Balilit, Po, i cili ai u përcosi me soshtar. I shoqëruar nga drejtori i policisë, i shoqëruar nga gazetar, pa arrestu fare. Atë e këtë rininin i t'i bon si Klement Balili si mashenjave, në qëftë se nuk zbatohet ligji i shtetit. po dorëzua si dhëndër që shkonte në dasë, më thonë jo. U duk si karvan dasmorësh, Ka lidhje me qeveritar, sa i nuk ka se si të dërzohet në atë mënyrë. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sjellni dhe ju mendimin tuaj, jeni vetë ju që përzgjidhni se çfarë është e rëndësishme për të ndarë me publikun e këtij mëngjesi. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti Bashkim, desha të bëj një pyetje. Po? Po jemi republike parlamentare apo presidenciale, dinastia, që bëtu më vlla? Pashëm mram në televizor, Po? qiftin krye madhi, po si ka mundësi më zaptu televizorët, Ilir Meta me një kra, ai tjetëri, gruja vetë me një kra, kalamajt po t'i kam qu jashtë shtetit, sepse këtu në Shqipëri nuk rrihet, po su ku t'i qojmë edhe ne kalamajt tonë t'i nxjerrim jashtë shtetit. Po ku i merr ata para, Monika, që i qonë jashtë shteti ata kalamaj, edhe në shkollë, 3 kalamaj, edhe t'ju paguish bursën, e t'ju paguish qiran, në merren ta para vlla. Ata vetëm parlamentarë kanë qenë të jetën. 60 akuza penale ka bërë Sali Berisha Ilir Metësh. 60 akuza që i ka DEA amerikane, CIA amerikane që i ka sot. Qa bëhet shumë vlla? Unë marrë vetëm rastin tani të mos dekretimit të ati djalit të Kosovar. Po? Këtu nuk ishte thjeshta puna për të bu Kosovara në Shqipëri, po ishte për ta ndihmu Kosovën, për të bërë një shtet, për të njohur akoma më shumë në arenën ndërkombëtare. Ilir Meta e pengoi duke bërë tradhtari i parë çështjes Kosovës. Duke bërë tradhtari i parë për çështjen e Kosovës. Pra nuk më pëlqen kjo dhe mos i vëj gunën rrota qeverisë. Kjo qeveri si duhet dreqet, nuk i duhet, po presidentit nuk i takon t'i vëj gunën rrota qeverisë. Qartë edhe mendimi juaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Zoti Bashkim, Po, mirëmëngjes. a ka falimentuar shteti shqiptar? Pse mendoni që ka falimentuar? Ta shpjegoj unë, pa nis ka gjyqësori.
Po? Kishim një qeshje penale, zotin Vladimir Skënderi. Po? E mati 1 vit e gjysmë, nuk arriti do të ndatën në 5 pjesë ka pronarët Brodi. Po? E dyta rejoni policisë Plashit. Me komandant Karafin, Gjoli dhe të përpoqishëm e Nea Sakaj. Mos e ngrini shumë zërin se unë dëgjoj mirë dhe publiku e dëgjon mirë. Urdhroni. Bregu, nuk veprojnë as i gjona kam bërë presion, kam bërë ditë, kemi 10 kallëzime në polici. Policia nuk veprojnë dot, thot Karafin se ka një të forte e shëtë e Durrësit. Bande në nësim, dhe thonë bini Karafin shtu. Po shteti lokal. Dhe prej kësaj Muslim Hasani i jep një pronë me 9 pjesaj, për rregullime borri. Dhe prej kësaj ju arrini në konkluzion që nuk funksionon shteti. Jo, dëgjoj për që më së në prit. Po, flisni. I jep me 9 pjesaj, për rregullime borri a i pjesë zapton pronën. Po? Ne shkon për prap të nënësim. Edhe ato habite në kanë kodit, arritëm terrorizmi që kërkon që bote ka haplu, që shka Franca, Anglia, qatë sëmun, Italia, Shqipëria është e fundit. Fajit Broni dhe Dritan Broni në i majnë 4-5 familje në argohën i shonde se do vend dinamitin. Shkon për denonëzim në policinë e Durrësit, se në prom gazë Mosesi, dhe nuk mere të kimas. Kjo është shteti që të kërkojnë ne që në ndërton Edi Rama, zot ne. Qartë edhe indinjata juaj për problemin e pasgjidhur dhe për konfliktin që rrezikon gjithmonë atje që të krijojë situata të pakëndshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Flisni pra zonjë. Mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Presin dikë tjetër atëre. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Alo. Po flisni zotëri, urdhroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Unë nuk e kuptoj, sepse flasin në fjalë sepse sa dekretuaj Kosovari. Ai Kosovari është një i pao, nuk përfaqëson kërkan. Në qoftë se është e nevojshme, Shqipëria duhet të çojë ministra në Kosovë, e jo kosovarët në Shqipëri. 2 ministrat janë të Kosovës në Shqipëri, kur nuk është asnjë i veriut, nuk ke asnjë ministër të Kukësit. Nuk përfaqësohet Kukësi as me deputet. Edhe nuk i vjen turp aty Edi Rama se shkon në Kukës edhe në Kukësion, dhe çfarë thot? Edhe po të jetë puna për shembull se presidenti do bëjë punën edhe shumë mirë. Atë në Terezinë vet, gjithë ato të tjerë që flasin janë një kokër ignorantash, që su vjen turp, dalën e flasin, bëjnë sigur e dinë. Ai Kosovari nuk ka asnjë lloj hiç, s'ka kot, nuk di asnjë lloj gjuhë të huaj. Me shku as anglisht nuk e di që më fol. Edhe mos harë çfarë pritet për aty? Pritet që të jetë ministër. Gjithë ministrat që janë vonë në Shqipëri janë me klaune. Njëri i aty Fethullah Güleni, tjetri i këtij tjetër që është në Turqi, gjithë ministrat, kush avon qeveri klaune është kjo. Kjo është qeveria e dëshpërimit për mua. Kjo duhet t'japë dorëheqje dhe të bëhet një qeveri. Pse më zotëri janë votu. Janë votu prej popullit dhe nuk ke deputet. Qarku i Kukësit nuk ka asnjë deputet kukësian. Për majorancës po flas. Qartë. Kurse opozita e ka. Opozitës janë kot, nuk kanë drejt vendimi aty mbrana qeverisë. Faleminderit që më dëgjove. Faleminderit edhe ju që sillni dhe ju këndvështrimin tuaj mbi këto probleme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes o Flori. Urdhroni, lutem, po ju dëgjojmë. Do ta nisja farkisht tek protestat e studentëve. Po? Jo, bashkim, se tani si ti e intelektuali vjetër edhe ke eksperiencë. Si ka mundësi të kekosh të drejtën tënde duke cënuar të drejtën e tjetrit? Apo protestat kështu janë gjithmonë, apo jo?
unë jam dakord, po kur tjetrit vete, kur vete fëmijët e mi do të bëjnë mësim atje dhe tjetë pengohet, unë nuk kam lidhje në politikë, unë jam qytetar i thjesht. Po mirë, po ju bëj një pyetje. Fëmijët tuaj nuk kanë shqetësime për këtë ligjin e arsimit lartë, për mënyrën si funksionojnë universitetet? Fëmijët tuaj nuk mendojnë si ata që protestojnë? Atëre, përse nuk e ngrinë zërin fëmijët tuaj? Atëre, po ju bëj një pyetje. Përse fëmijët tuaj nuk e ngrinë zërin për problemet që kanë? Shiko bashkim, unë jam dakord me të që thua ti. Po kur jemi dakord, atëre nuk kemi çfarë diskutojmë më. Jam të në gjë ta mbaroj fjalin dhe në fund. Urdhroni. Në rast se u hoqin ato të shkreta shkolla private që ne na shkatruan në bashkim, na morën lekë dhe nuk njëtë diplom. Unë e di që është e mangët. Nuk i përgjigjet tregut sot ai arsimin. Po edhe unë dua që sot fëmia im duhen kriteret vendoset mesatarja. Kush e ka mbi 8, sepse ka ngarkesë. Unë e di që tregu është ka të tjera, po ky është vendi jon, ky është ekonomia jon. Ku do të vënë nesër? Prandaj ata që dalin me pesa, është drejtoria i një institucion. Qartë. Dakord jam unë. Paraman dhe këto që janë, në përvija vasavas, gjëdoane gjera ty ku mendon ti dhe unë. Pak më parë patëm telefonatën e një nëne e cila u përlot në emision nga varfëria. Çfarë mendoni se si mund t'i gjenden me pranë këtyre njerëzve? Po pa tjetër qeveria do tjetë atyja, sepse gjithë popullë e si vafë, dhe unë që flasë, që do të me 500.000 lekë ku kam 5 veta, paguaj drita uje të tëra bashkim. Unë jam dakord, duhen të reforma, duhen zgjedhë zgjidhje. Unë nuk po them se kjo qeveria është shkëlqyer. Ka të jashtë zakonshme, ti shikon se bërë balili mo. Ata qeshin talën. Po ta përshti dhe unë bashkim, zbet me ne. Qartë dhe mendjeve juaj, vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto pak minuta që kemi në dispozicion. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Alo. Ju dëgjojmë, flisni. Lotta asaj gruaje do t'i prekin të gjithë shqiptarët. Po nuk mund të prekin Monika Kryemadhin me një televizor dhe i shoqi. Shqiptarët janë të përçarë. Dhe kjo klasë politike s'ka për të rëndkurë. Drejtësia nuk funksionon. Një ministër vrasës kërkon të bëjt kryeministër. Një familje kërkon të grabroj tërkombin. Shqiptarët duhet të ngrihen dhe të çfarosën që nga i njërvejta gjënë deputet i fundit. Këta janë masakruesit e këtij kombi. Si prekin këta njerëz që çajnë për bukën e gojës. Jo për karrigen e tyre. Bashkimi, PD, LSI, është rënimi i kombit. Ku të duket LSI-a do ketë atë të mirë Shqipëria. Shumë faleminderit bashki. Vazhdojmë të presim dhe telefonatat e tjera në këto pak minuta, ku shpeshherë nisi problemi për një problem social dhe përfundon pastaj në shprehjen e bindjeve politike. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Lidhe me varfërinë si këtu në Shqipëri, e diko është e keqja? Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka 100 vjet që kanë një praktikë të tillë. Gjykata kushtetuese e ka heq minimumin etik. Pra, këtu në Shqipëri ne kemi gjykatë kushtetuese dhe çdo qeveri që të vinë për shtet, duhet të vijë me ligj. Do të zbatojë se para një muaj për kafshatën e Bukës, për minimumin etik jemi gjithë para Zotit dhe para kushtetutës. Pra, çdo qeverisje do të jetë bazuar mbi këto ligje dhe do të jetë zbatuar. Pra, në rast se janë 200.000 familje në nevojë, do të jetë me ligj. Gjykata kushtetuese do ta urdhërojë dhe zot është majoranca e qeverisë nuk do të qeverisin keq, se pak të heqin minimumin etik. Ne jemi në një gjendje, kemi kapur fundin me sistemin që është instaluar këto me ignorantat politikan. E di se çfarë po të përzyret në shkallën kombëtare. Në gjendje filloi këta ulan balla, deri në rangun më të ulët, i policia më i thjesht 80%, mbi 80% janë ignoranta, në mesataren e dijes, e kulturës. Pra këto është, këta kanë vrarë institucionet dhe Shqipëria nuk do bëhet.
keqardhje, por gjithsesi kjo është aktualiteti në Shqipëri. Përshëndet. Po, faleminderit edhe ju që sillni dhe ju mendimin tuaj. Kemi edhe 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Ju lutem, flisni. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë. Mirëmëngjes bashkim. Po mos dëgjoni vetën televizor se do ngatrohemi, do themi 5 herë mirëmëngjes pastaj. Jo, mirëmëngjes. Prapë tham, urdhroni. Çfarë kemi për të thënë sot? Po. Flisni pra. Ju do ngrek shqetësimin e këtyre tarifave të shkollës. Po? Po. Flisni pra, 1 minutë kohë kemi dhe mos dëgjoni vetën televizor, ju thash. Jo. Dua të qartësohem mbi pakesë që do bëhet në bazë të notave të këtyre studentëve ekselent. Po? Se mora vesh, edhe njerë me cili është mendimi juaj me një fjalë? Mendimi tim që pagesa do bëhen me mesataren mbi netë, nuk. Qartë, është formula që ka propozuar dhe qeveria. Po, formula, vete sekretare... Ishte dhe telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.